por çka përmban ky ligj? Disa nga pikat kryesore janë këto në vijim. Në tërë territorin në Republikën e Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Gjuhë tjetër që flasin së paku 20% e qytetarëve, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Në pajtim me të drejtën e qytetarëve që të përdorin cilëndon nga gjuhët e cekura zyrtare nga neni 1, paragrafet 1 dhe 2 të këtij ligji në procedurat gjyqësore, administrative, ekzekutive, procedurat parahetimore dhe hetimore, procedurat penale dhe për kundërvajtje, procedurat kontestimore dhe jashtë kontestimore, procedurat për ekzekutimin e sanksioneve, si dhe procedurat tjera të parapara me ligjet të tjera, gjykatat, prokurorit publike, si dhe të gjitha organet tjera, trupat dhe institucionet tjera janë të obliguara ta mundsojnë shfrytëzimin, përdorimin dhe zbatimin e cilësdo prej gjuhëve zyrtare nga neni 1, paragrafet 1 dhe 2 dhe alfabetet e tyre në ato procedura dhe procedura tjera. Sido që të jetë, pa aminin e presidentit, kryetari parë shqiptar i parlamentit, Talat Xhaferi, e nënshkroi ligjin në janar të vitit 2019 dhe dërgoi për botim në gazetën zyrtare, duke sfiduar bllokadën e presidentit. Gjykata kushtetuese me të ndryshuar qeveria më vitin 2024 dhe me formimin e një qeverie pa fituesin ndër shqiptarët në atë qeveri, me një herë hapi si lëndë. Dhe kanë përgatitur një referat prej 75 faqesh për shfuqizimin e 18 dispozitave të ligjit për gjuhën. Praktikisht, nëse ai referat ishte miratuar, ama në vitin 2024, më 11 dhjetor, kur u caktua seanca, ne sot nuk do të mund të flitnim për gjuhë shqipe si gjuhë zyrtare. Ai referat ka ardhur edhe në Bashkimin Demokratik për Integrim, 2 javë përpara seancës. Dhe sigurisht se ne u mobilizuam që të organizojmë një protest cilën 100% do ta menaxhonim ne si subjekt politik, për arsye se mëllefi i qytetarëve ishte i madh, mundeshte lehtësisht të delë edhe nga kontrolli. Edhe 4 ditë para 11 dhjetorit ne organizuam tenda për 4 ditë me radhë, 24 orë, përpara gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese hoqi dorë për momentin vetëm. Ata u përcaktuan për mbajtjen e një seance përgatitore, cilën thanë do ta mbajmë në periudhën vijuese, diku për mars, prill të vitit 2025. Po edhe për vendimin lidhur me atë çështje, gjyqtarët u ndajtën në linja etnike. 2 gjyqtarë shqiptar dhe 1 gjyqtar i gjykatës kushtetuese me përkatësi etnike turke e lëshuan në seancën në shenjë revolte për arsye se gjykata kushtetuese u shndrua në një institucion parapolitik, i cili nuk po vlerëson kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë, po çon përpara agjenda të caktuara politike, të cilët kanë të bëjnë me reduktimin e të drejtave kolektive të shqiptarëve. Po tash kur kush nuk mund t'i parashikon, po atëherë pas dihet marrëveshja e Ohrit, konflikti i vitit 2001 kthehet në pikën 0. Do të thotë se shtylla e marrëveshjes të Ohrit, prej 3-4 shtyllave kryesore që i ka marrëveshja e Ohrit për ndërprerjen e konfliktit, 2 të tilla ma vetëm janë po shndrohen në nul, çështja e gjuhës dhe çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, në administratë. Tani kjo çështja e studentëve që e përmendet, më shumë është si paralajmërim për fortunën e madhe. Do thotë nuk është vetëm te provimi i jurisprudencës, sepse me qenë se ligji u miratu para disa viteve, normalisht operacionalizimi konkret e do kohën e vetë. Thjesht në aspektin si thush teknik dhe prandaj edhe kjo çështje që më herët ka mbetë në gjuhën maqedone, edhe pse ministri Krenar Lloga që ishte i drejtësisë vetëm e ka procesuar në parlament këtë çështje që nga përbërja e kaluar, mirë po kryetari i parlamentit aktual që është shqiptar e tjerë fare nuk e kanë procesu dhe vazhdohet me, si thush, me ligjin e vjetër. Zonja dhe zotëri deputet,
E hap seancën e 82 të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Xhaferi u bë protagonist i një momenti historik, kur hapi punimet të seancës parlamentare në gjuhën shqipe. Kjo gjë kishte tërbuar Partitë Nacionaliste Maqedonase, veçanërisht VMRO, DPMNE. Tensionet e mëdha kishin nisur që në mars të vitit 2017, kur ish kryeministri Nikola Gruevski dhe mbështetësit e tij tentuan me çdo kusht t'ia ndalnin rrugën Xhaferit. Situata kishte eskaluar në dhunë të përgjakshme një muaj më pas, kur Talat Xhaferi do të merrte postin e kryetarit të Kuvendit. Protestuesit maqedonas mësyn Kuvendin. Dhuna ishte e paparë.